Kosova e mbylli fazën kualifikuese me paraqitje historike, duke siguruar vendin e dytë dhe duke marrë fitore të mëdha, si ndaj Suedis ashtu edhe ndaj Slovenisë. Ylli i Dardanëve, Elvis Rexhbecaj, në një intervistë ekskluzive për indexonline.net, flet hapur për rrugtimin, emocione dhe vendimet e rëndësishme që e kanë sjellë deri te fanella e Kosovës. Askush nuk na besonte në këtë grup, përveç vetes son, thot ai duke kujtuar ndeshje dramatike të kualifikimeve për Kupën e Botës 2016. Të gjitha përballjet ishin shumë të vështira dhe shumë të ngushta. Ne dinim që duhet të arrijmë kufirin ton të performancës për të marrë pikët. Tani njerëzit e dinë kush jemi dhe shumë na respektojnë. Një nga momentet kryqe të kampanjës të vetë lojtarit ishte padyshim goli ndaj Suedis në Fadil Vokri. Ai gol ishte i rëndësishëm në atë moment. Të kalonim në epërsi kundër njërit prej favoritëve ishte një ndjesi fantastike dhe vendimtare për ne, kur u gjenda përballë portierit, nuk mendova shumë, thjesht godita menjëherë brenda sekondave, kujton ai. Dardanët, tani i pret sfida e madhe e play-offit ndaj Slovakisë, një ndeshje që pritet të jetë vendimtare për ëndrat e Kupës së Botës 2026. Ndeshjet e play-offit janë ndeshje të mëdha dhe ne kemi merituar të jemi aty. Do të jetë ndeshje 50-50, çdo kush mund të mposhtë këdo. Ne do të bëjmë gjithçka për të arritur finalen, u shpreh mesfushori për indexonline.net. Për atmosferën në stadium, ai pret një mbështetje të fuqishme nga diaspora, mendoj se kudo që të luajmë, shumë nga njerëzit tanë do të jenë aty. Ne gjithmonë mund të mbështetemi te tifozët tanë. Ata vinë kudo, shtoi Rexhbecaj me plot bindje. Sa i përket finales së mundshme ndaj Turqisë apo Rumanisë në Fadil Vokri, në Prishtinë ai zgjedh të mos shkojë shumë larg me mendime. Nuk po mendoj për finalen, ndeshja më e rëndësishme është gjysmëfinalja. Sigurisht një finale në shtëpi do të ishte një mundësi e madhe për të kualifikuar në Kupën e Botës, por ende nuk jemi aty, vazhdon tutje ai. Në fund ai sqaron edhe një herë zërat dhe keqkuptimet rreth ardhjes së tij te kontarja, një temë që është diskutuar gjatë në opinion. Shumë shkruar e thënë, duke pretenduar se unë nuk doja të luaja për Kosovën, por për Gjermaninë. Kjo kur nuk ka qenë e vërtet, ka pasur gjithmonë bisedime të gjitha në federat e din pse nuk kam mundur të luaj më herët, do të duhej të dorëzoja pasaportën gjermane. Sipas tij, gjithçka ndryshoi me hyrja në fuqi të ligjeve të reja gjermane për shtetësinë, që nga vira e kaluar ligjet kanë ndryshuar dhe tani lejohet të kem të dyja shtetësitë. Kështu që menjëherë ishte e qartë, do të aplikoj për pasaportë kosovare dhe të vi të luaj për ekipin kombëtar. Elvis Rexhbecaj e ka ndryshuar krejtësisht sistemin e lojës në mesfushën e Kosovës. Ardhja e tij ka qenë një momentet më të mira dhe të dukura. 28 vjeçari luan në Bundesligë të skuadra e Augsburgut, kurse më parë ka qenë pjesë e Wolfsburgut dhe Bochumit.